Teatri Migjeni në Shkodër mirëpriti shfaqjen e rallës Dramën 15 ditë prilli të regjisorit Driade Dervishi, bazuar në romanin me të njëjtin titull të autores Anisa Markarian, një vepër që sjell me finesë artistike, humor të zi, një reflektim mbi 15 ditë të së kaluarës komuniste, duke i kthyer në një satirë të fuqishme për pushtetin, absurditetin dhe kujtesën njerëzore. Duket sikur ka kaluar kohë dhe ne mendojmë që gjëra duhet ja lëmë të shkuarës, por në fakt, nëse duam që të kemi një të ardhme më të mirë, gjithmonë duhet i rikthehemi të shkuarës për të mos bërë të njëjtat gabime. Aktorët e shfaqjes ishin disa prej emrave më të njohur të skenës shqiptare si Ylka Mujo, Ervin Çuli, Alesia Xhemalej, Rami Erzalla e të tjerë. Ata mishërojnë mbi 50 personazhe duke kaluar me mjeshtëri nga tragjika në komiken, nga e shkuara në të tashmen. Është një shfaqje që flet dhe revokon një kohë, të cilën nuk duam që të na kthehet më. Dhe duam të ecim përpara të shohim drejt një drite krejt tjetër. Gjithmonë se arbim në Shkodër është një kënaqësi shumë e veçantë. Publiku është shumë i vëmendshëm, i mençur, gjithmonë publiku është i tillë, por në Shkodër gjithmonë ndjehet një përqendrim shumë i madh dhe ovacione gjithmonë në fund shfaqjes, si do thotë që e kanë shijuar, e kanë kuptuar edhe më vjen shumë mirë për këtë. Drama 15 ditë prilli u mirëprit nga publiku shkodran që duar trokiti gjatë në përfundimin e saj. Shfaqja u mbështet nga Bashkia Shkodër, Bashkia Durrës, Teatri Aleksandër Mojsiu dhe Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.